rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt në këtë përballje përfaqësuesve të partive opozitare me një panel gazetarësh. Do jemi edhe 30 minuta në këtë pjesë të dytë të emisionit. Ndërkohë në pjesën e tretë në historitë e Tenjës jemi një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, po edhe Tejet e izoluar. Një zonë aty ku ndahen kufit mes Matit dhe Mirditës në bazenin e Urakës, një prej ku janë ndërtuar 3 hidrocentrale me një po e quaj fuqi prej 30 mega, të cilët janë jashtëzakonisht interesant. Hidrocentralet e ndërtuar për gjatë lumit, pra një shtrirje gjatë të lumit, dhe për të ndërtuar ato, një investim italian 90% i bërë nga Seka Hydropower. Për të ndërtuar hidrocentrale, është desh të hapen rreth 33 km rrugë të reja dhe të shtrohen rreth 55 km të rrugëve, të restaurohen të rrugëve ekzistuese. Një zonë ku deri para 4-5 vjetësh banorët e 17 fshatrave ecnin më shumë se 3-4 orë në këmbë për të dalë në një rrugë të sajuar, po themi, për të vazhduar në pas në rrugën automobilistike. Hidrocentralet janë ndërtuar midis viteve 2016-2020 dhe unë kam pasur 2 intervista me përfaqësuesin italian Fabio Squera dhe me Bardyl Muçekun, i cili është partneri i tyre shqiptar. Pamjet janë nga më manicet, nga zonat më të bukura, thash shumë e izoluar, dhe njëkohësisht një nga zonat më mikpritëse të Shqipërisë. Ndiqeni në pjesën e tretë. Ndërkohë i rikthehem pak temës sotme. Në pushim, stafi im pyeti ChatGPT-n, i tha ChatGPT-s për të orientuar si duhet jetë kandidati i Tiranës. Më ndërto profilin e personit që i duhet opozitës si kandidat për zgjedhjet e Bashkisë Tiranë. ChatGPT-ja është i ftohtë. Thotë, për të pasur një shans real për të fituar Bashkinë e Tiranës, opozitës i duhet një kandidat që të i kalon politikën tradicionale, që mbledh jo vetëm votat e bazës, por edhe ato të qytetarëve të pavendosur, kritik apo të zhgënjyer. Më poshtë po i ndërtoj profilin e kandidatit ideal për opozitën të bazuar në analizë politike, klimën aktuale elektorale dhe nevojat e qytetarëve, e qytetit, fal. 1. Profili kandidatit ideal për Bashkinë, jo figurë tradicionale partijake, jo deputet, jo antar i lartë partije, jo figurë e konsumuar në betejat politike. Mundësisht profesionist, akademik, menaxher, aktivist apo drejtues i suksesshëm në sektorin publik-privat. E sheh kandidimin si shërbim qytetar dhe jo si trampolin për karrierë politike. Këtu e ka fut kot. Pse? Shumica e qytetarëve janë të lodhur nga përplasjet e njëjta politike dhe kërkojnë fytyra të reja të besueshme. I besueshëm dhe me integritet, pa afera korrupsioni dhe pa lidhje të errëta politike, i pastër në jetën publike e private, me reputacion të qëndrueshëm në komunitet. Duhet komunikojnë ndershmëri dhe transmetojnë njerëzve se ky njeri nuk vjedh. Pse? Korrupsioni dhe klientelizmi janë temat kryesore kundër pushtetit aktual në Tiranë. I Zoti jo thjesht i ndershëm, duhet ketë aftësi reale menaxhimi, ka drejtuar institucione, kompani, projekte të mëdha ose ka dhënë rezultate të matshme. Të jetë në gjendje të hartojë një program konkret, po këto s'ka. Aftësi të komunikojë me qytetarët, sidomos për të pavendosurit, kandidat i përbashkët dhe i pranueshëm për gjithë opozitën, ka identitet qytetar, jo vetëm partijak. Tani, pyeteni që... Të lutem, pyete pak ChatGPT-n, ka në i emër men? Zoti Fevzi. O, Fevzi, një sekund. Një sekund. O, Fevzi, po pyetës Tani në Ngrije në fund. Ja disa emra. Thuaj ChatGPT-s. Po. Thuaj ChatGPT-s. Që në këtë shoqëri që ne jetojmë, në këtë shoqëri që ne jetojmë, ky kandidati, pas vetëm një jave në fushat, Del Hajduk, do t'a gjej veten më të baltosurin, më të ziun, më të nxirën e kësaj republike. Këtu nuk merr njeri guximin të hynë publike, di pse, edhe në jetën publike. Se sa guxon një i mirë, po i nisen dhe të mirët e sulmojnë, nuk e lën rehat. Nuk bëhen dot, nuk u gjën shpirti rehat. Tani, më lër të them dy gjëra, lutem. Zoti Fevziu. Zori emrat. O, Fevzi, do flasim. Edhe emrin e tretë. Zoti Fevziu. Zoti Fevziu. Tani, se u morëm me Tiranën, po ata qytetarët e Beratit, po ata qytetarët e Vlorës, po ata të Sërrikut, të Matit, Mati është me diskutuar. po ata të Pelenës, jo Morzotri janë, shiko janë qytetarë dhe ata. Ndaj them unë, tani, e pat ju procesin... Edhe Arlindin e pas ka vënë alternativë Çati. E pat ju procesin, e keni ndjek që ka ndodhë në aspektin juridik të gjës. Me O, Fevzi, do flasim për... Të lutem, më ta mbaroj. A mund ta mbaroj unë? Unë kam një gjë që gjithë i respektoj kur flasim. Fole para reklamës dhe pas reklamës. E keni pa, ma ndërpreu të reklamës. Tani, e keni par ju gjithë procesin? Po. Unë mbyllën zgjedhjet u certifikuan në film të shatorit? Po. Presidenti i Republikës, në funksion të detyrës të tij kushtetuese,
duhet të kishte dekretuar datën e zgjedhjeve për 5 bashkit. Po. Dhe do na kishte dhënë mundësi neve që të kishim mundësi të bënim fushat sa duhet të bëhet për një fushat. E dini ju që është lënë vetëm një javë për fushat? Po, e di. Po si do bëhen këto zgjedhje me një javë fushat? Këtu janë 650.000 votues. Kur do i takojmë ne? Kur do shpjegojmë programin? Kur do u flasim? Po pse çemi ne fasad deri Ramës që të vuloset notarizoj zgjedhje të shitura edhe të si? Mos hyni. Po ç'a demokraci është kjo? Nuk shqetësoheni. Ori janë shqetësuar shumë. Po të lutem or zoti Fevziu. Priti presidenti sa të saj di se puna e Bashkisë Vlorë dhe puna e kryetarit Bashkisë Tiranë dhe pastaj dekretoj. Po si bëhet kjo puna? Më fal mor zotri, duhet kish pas zgjedhje për 5 bashkit. Dhe ne tani do shkojmë, e dini mo që është vetëm një javë, ajo nuk është fushat. Jam dakord. Po si jemi dakord, dakord për këtë, dakord për atësi. Ke dy zgjidhje, o të mos shkonin zgjedhje, o të kapi Molotovin. Ose të kapi Molotovin. Po tani, po kapa Molotovin, do t'ili ju do thoni prisherenin kushtetus 25 vite punë. Jo, s'është kështu. Po si s'është ashtu? Sepse të sollas shembullin e Serbisë, i bindja i qytetarët që Milošević e kishte vjedhur votat dhe i ndejtën 9 muaj në shesh. Cilët i ndejnë 9 muaj? 9 muaj në shesh. O zotri, mund ta bëj çështje muaj. O zotri, 3 muaj. Unë kam pas lidhje dhe kam njohur të paktën një 30 nga ata 600 që u dënuan protestat e PD-s në vitet 2019. Po. U harruan burgjeve, mo zotri. Po mirë, po tash kjo si mirë, mo zotri. Kollaj me e thënë, po është vështirë për familje. O jeni në opozit dhe ngrini njerëzit për të bërë rezistencë, o ikni dhe lini tjerë. Tani, ti pari, po më shqetësh mua kur të dalë ati me Molotov. Do bësh emisione natë për natë këtu. Do dalë unë me Molotov. Jo, dalësh ti me 4 vetë. Po jo, me 4 do dalë, se aq kam. Me 4 s'ka. Po si? Tregon që shumë. A tani të lutem tani. Ava të kur del, po të lutem tani. Në demokraci, shumica e ke se ke, po që se shumica. Po të lutem tani. Do të Fevziu vetëm një detaj se trembin njerëzit, se jo përmendi PD një sekond. Se të flasja Agroni s'kam problem. Agroni se përmendi PD njerëzit një sekond se kam përgjegjësi. Me që më përmendi 2019. 2019 në këtu studio, kam qenë këtu, kam dalë për ditë duke thënë që masi kisha folur me kryetarin e opozitës tuaj, që vendi po shkon drejt përplasjeve civile. Dhe befas një ditë, dëgjoj Adriatik, e thash një muaj rresht po shkon drejt përplasjeve civile, hyra dhe në gjithë. Dhe befas një ditë, doli kryetari opozitës dhe tha, kush bën fjalë për përplasje civile, i Shërben Ramës. Deri atë ditë, kishte thënë vetë njëjtën gjë. Do me thënë, këtu ta kthem politika brenda ditës, gjën që është parimore. Lendi vetëm një detaj, shumë të shkurtër për të mos u shkëpu vetëm një detaj. U tha pak më parë që... Po vite njerëz po. Ma jep këtu fjallën, dhe unë i qepëm ati ku poste atje, po jo të më nëzini mua, se u tha pak më parë... Lendi, të kam ardhur unë ty në protest në armëve kimike? Ka ardhur. E kam bushur studion këtu me ju? Edhe me studentët ku e mi qënë, edhe me perat kimik, po nuk thash gjëmure. Ju kam sjellë në studio këtu? E, tani, më po them tjetër gjë tani. Një sekund, se u tha diçka pak më parë. Lendi, asnjë njeri janë bërë ato protestat e opozitës dhe të PD-s, se kam përgjegjësi këtu se janë përfaqësuesi PD-s. Me të vërtetë Adriatiku mund t'i njoh, edhe shumë mirë që i njeh. Me përgjegjësi të plot them, s'ka asnjë njeri që është në burg sot nga ata. Jo sot, mo jo. Çdo njeri që është ndaluar, arrestuar, edhe unë kam qenë arrestuar nga policia e gjithë. Kanë kalu 6 vjet. Se ka qenë ke teatri kombëtar dhe mban më mirë. Po, është vërtet. Çdo njeriu i kemi çuar përfaqësim ligjor, i kemi shkuar në komisariat, i kemi ndesë opozita në funditës këtë kanë dorë, se edhe trembën njerëzit kur na dëgjojnë duke sikur ka njerëz tu të opozita PD-ja, çdo njeri që e ka patur në inventarin e saj antar, përfaqësues, simpatizant, i ka ndet dhe i ri një, që t'jemi qarë. Pyetje për ty. Të lutem, kam një pyetje se pa dashje si kur e devijuam. E marim të mirëqën që ra konsensusi mes gjithë palve të opozitës për kandidatin. Me gjitha kërkesat dhe kriteret që ju vendosni tjeti pavarur me integritet e tjere tjere. Pyetja është, nëse opozita e ka unifikuar këtë kandidat, kush do t'a bëj fushatën për këtë kandidat? Kush do të financoj? Në logon e kujt? A jeni ju person... Pritë të lutem se... Edhe të lutem, të mbaroj pra. Po është teknike edhe... Që jep edhe përgjigjen. Pra, nëse Zoti Shejaj, pra po ja drejtoj Zoti Shejaj pa tjetër që... Po lërë të mbaroj pyetje. Zoti Shejaj, pra kush e financon, kush e udhejsh fushatën,
Nëse duhet të lini logon e partisë tuaj, jeni gatshëm ta lini logon? Kur bëhet mitingu fundit, kush do të mbaj fjalim në fund? Dhe në emrin e kujt do të sigloj, pra do të kandidojë për kandidat. Shkoni një sekond. Bëri përshtypja ajo që lexove te çati, thash, më nxorën zbuluar, se çati tha të njëjtën gjë identike që them unë. Mo nuk është se unë kam shpikur në një gjë, kam përdorur logjikën. Thjesht logjikën e pastër. Vetëm të thuash, vetëm dikush që është i çmendur ose gënjen thotë që po duhet një përfaqësues një partie politike. Një përfaqësues politik, shumë politik. Ne kemi provuar, kemi 12 vjet që e provojmë. Dakor? Kështu që kemi filluar një proces, të flasim për thelbin, ne kemi filluar një proces që dije nga sa pash u prit shumë mirë nga opinioni publik,